Përshëndetje të dashur miq. Jemi në prag të Krishtlindjeve dhe nuk e di nëse ju i keni ndjerë këto energji, por në këtë muaj shumica e njerëzve janë në një energji entuziazmi. Janë në një energji emocionuese, por si fëmijë. Dhe kjo nuk është më kot, pra nuk është pa ndonjë arsye, dhe sigurisht që ka dhe një shpjegim energjetik të fshehur pas kësaj. Por unë ndjeva shumë e udhëzuar në fakt që të bëj 2 video specifike në lidhje me natën e Krishtlindjeve dhe me Krishtlindjet, ditën e Krishtlindjeve. Kjo video është në lidhje me natën e Krishtlindjeve. Unë ndjeva shumë e udhëzuar sepse janë energji që vërtet më entuziazmuan dhe janë energji shumë të bukura dhe do doja shumë që dhe ju të njiheshit me to, që të merrni maksimumin e tyre, si të thuash, sepse këto energji mund të funksionojnë vetëm në momentin që ne në radhë të parë i dim që janë aty, i njohim, dhe në radhë të dytë jemi të hapur dhe i pranojmë në realitetin tonë. Si fillim duke e lidhur dhe me pjesën e faktit që lidhen me Krishtin. Pavarësisht nëse ju jeni për shembull ndjekës të këtij besimi specifik apo jo, kjo nuk ka asnjë lidhje në fakt, sepse personalisht besoj, të them të drejtën, nuk është se gjykoj në lidhje me pjesën e besimit. Të gjithë duhet të kenë diçka dhe duhet besojnë diku dhe duhet të kenë diçka që të besojnë, si të thuash, të kesh besim diku është vërtet shumë e rëndësishme. Gjithë secili ka besimet e veta. Ne nuk duhet të ndikojmë njëri tjetrin në lidhje me këtë, pra nuk duhet t'ia imponojmë të tjerëve faktin që të kenë një lloj besimi ose jo. Duhet i respektojmë të tjerët, duhet të respektojmë edhe vendimin tonë, pra duhet të bëjmë siç e ndjejmë. Personalisht jam rritur në një familje që ne në fakt nuk është se kemi patur këto, si të thuash, jo fiksime, nuk dua ta them në këtë lloj termi, por nuk është se kemi qenë të fiksuar në një lloj feje. Baba im është ortodoks, mamaja ime është bektashie, pra është një lloj tjetër feje, dhe ne në fakt kemi patur qejf dhe i festojmë të gjitha llojet e festave dhe së tepërmi, domethënë tek pjesa ortodokse, sepse është më mendje hapur si fe dhe nuk është se ka kaq shumë, si të thuash, rituale, siç mund të ketë feja muslimane, që ne nuk është se unë për shembull kam patur shumë qejf të shkoj në xhami, por nuk është se e tentoj, sepse them po sikur të bëj diçka që për fenë muslimane apo për ata që ndjekin fenë muslimane, të jetë diçka që ndoshta mund të thyej një pjesë të ritualit të tyre dhe unë nuk do doja kursesi ta bëja këtë, jo se ka ndonjë gjë të keqe, sepse nuk është se do gjykojmë për këtë, por që nuk do doja unë ta bëja. Kështu që kam qenë rezervuar te kjo pjesë, por të gjitha të tjera që janë më të hapura, ne nuk është se kemi ndonjë fiksim. Dhe më tepër duhet të fokusohemi tek thelbi i kësaj feje, tek thelbi që të gjitha këto kanë në vetvete, që në fakt është të kesh besim, të jesh i duruar në lidhje me jetën, me vështirësitë e saj, me të bukurat e saj dhe me gjithçka që ti do dhe të duash të jesh mirënjohës për aq sa ke. Pra ky është thelbi i secilës prej tyre. Dhe sigurisht që është dashuria, që është më e rëndësishme nga të gjitha. Dhe në këto prag festash ne ndjejmë dashurinë të amplifikuar apo jo. Ne ndjejmë, qoftë edhe pa arsye, pa shkak, ndjehemi si fëmijë, ndjehemi të entuziazmuar, qoftë edhe ndoshta nga vetë atmosfera, nga vetë zbukurimet, nga vetë të gjithë njerëzit që shikoni se sa bukur është kur të gjithë njerëzit janë të entuziazmuar dhe kur të gjithë njerëzit janë pro një buzëqeshjeje dhe një lumturie dhe një momenti të bukur me njerëzit e zemrës. Dhe kjo, sado që ne nuk e shohim, shkakton disa, e keni parasysh kur bie një gur në ujë që shkakton disa radh valësh, është një njëjta gjë por në aspektin energjetik, që kjo dashuri shpërndahet gjërësisht tek të gjithë njerëzit që janë përreth. Dhe doni apo nuk doni ju, do të ndjeni një farë lumturie. Dhe tani më vjen ndërmend Grinchi, filmi, që sado që nuk tentonte, ishte njeriu më i zymt, njeriu që një më i zymt, përsëri ky impakti i festave që të gjithë janë të lumtur impakton edhe personin që ndoshta mund të duket si më i rrituri dhe më i zymti, apo që nuk i preferon festat, apo që nuk i preferon kohët për shembull festive, sado që të gjithë i preferojnë, por ndonjëherë ka disa mentalitete ose ka disa
kufi që ne I vendosim vetes son, disa gjëra që themi jo se ne nuk mund ta bëjmë këtë gjë, se ne jemi ky personalitet për shembull. Unë jam baba I shtëpisë, nuk mund të jem si fëmijë. Por ndonjëherë nuk ka asgjë të keqe që edhe babai I shtëpisë të jetë I lumtur dhe të luajë si fëmijë, sepse është e drejta e tij fundja dhe nuk kemi pse të vendosim disa standarde apo kufi, sepse fundja kush po ju gjykon? Mos I lejoni të tjerë t'ju gjykojnë, ju jeni ata që jetoni jetën ashtu siç doni. Gjithashtu përveç pjesës së dashurisë do ndihet shumë entuziazmi, të emocioneve të bukura. Lidhet edhe pjesa e të bërit mirë, pra është vetë energjia që juve ju bën që të mblidheni, të ftoni njerëz në shtëpinë tuaj, të gatuani, qoftë për njerëz që I njihni apo për njerëz në nevojë, të bëni pakës bamirësi. Këto janë të gjitha për njerëz të ndryshëm që mund të vinë në panë gjatë këtyre festave. Ju mund të doni papritur që të bëni një vepër të mirë, të ndani me të tjerët. Më përpara kjo ka qenë shumë herë më e theksuar, sidomos në kohët kur jetonin njerëzit bashkë, ndoshta edhe në zonat rurale është edhe më tepër e theksuar kjo gjë, sepse edhe vetë tani më kanë ndryshuar gjërat, por kur shkoja tek gjyshërit e mi në fshat, janë të gjithë si një familje e madhe. Dhe si të thuash vërtet janë ato shtëpitë që janë të ndara nga njëra tjetra, por duket sikur janë thjesht një familje e madhe të gjithë së bashku aty. E njohin njëri tjetrin, njohin çdo gjë për njëri tjetrin, e ndihmojnë njëri tjetrin, janë aty për njëri tjetrin. Punojnë të gjithë së bashku, kooperojnë, mblidhen së bashku, biles më përpara ka patur festa që mblidheshin të gjithë në një vend dhe festonin të gjithë, pra jo familjet më vete në shtëpi, por të gjithë në një vend. Dhe është vërtet shumë gjë e bukur. Mua më pëlqen vërtet shumë të jetojnë në një mënyrë të tillë. Në natën e Krishtlindjeve ne ndihemi të udhëzuar që të mblidhemi me njerëz, ndoshta të festojmë darkën e Krishtlindjeve në këtë lloj mënyre. Gjithashtu, nëse ju bëni një dëshirë, shprehni një dëshirë në këtë natë, dhe ne do të flasim dhe në lidhje me ritualet, nëse ju keni qejf të punoni me to, në lidhje me ndezjen e qirinjve, që në fakt shumë njerëz instinktivisht mund të ndihen të udhëzuar që për të dekoruar shtëpinë, mund të ndesin qirinj të ndryshëm nëpër shtëpi. Dhe nga ana tjetër kjo pjesa e çështjes së për shembull entuziazmit dhe të ndjerit si fëmijë lidhet edhe me pjesën që ne duam të dekorojmë dhe duam të vendosim zbukurime të ndryshme për shembull nëpër shtëpi, të vendosim pemën e Krishtlindjeve dhe të mblidhemi gjithë së bashku, ndoshta të bëjmë dhurata për njëri tjetrin. Dhe nëse ju shprehni një dëshirë në këtë ditë, ka shumë gjasa që nëse shprehni një dëshirë nga zemra juaj, ka shumë gjasa që kjo të realizohet. Por duhet bërë në mënyrën e duhur, duhet që ju të shëroni zemrën tuaj më parë, pra të jetë e shëruar, ose ndoshta thjesht qëllimi juaj I pastër vlen dhe duke thënë këtë, pra në lidhje me zemrën, ky portal, sepse unë e quaj si portal dhe në fakt e parë si një portal gold, dhe energjia goldit lidhet shumë me këtë ditë, pra me mbrëmjen e 24-s me ditën 25, por kjo zgjatet 3 ditë para, 3 ditë pas si energji, pra që ju mund të performoni këto rituale që ne do të flasim. E mira do të ishte pas, por edhe përpara nuk është ndonjë problem I madh. Dhe ose në atë ditë do të ishte ideal, ja? Dhe e thënë kjo lidhet me çakrën e zemrës. Gjithashtu energjitë e tjera dhe ngjyrat e tjera që mund të lidhen me këtë ditë janë jeshilja, e kuqja, goldin që e tham edhe e bardha. Lidhet me çakrën e zemrës dhe mund të pësoni gjatë kësaj periudhe, nëse ndoshta e keni ndjerë, dhe kjo pjesa e dashurisë që ne tham, lidhet me këtë zgjerimin e çakrës së zemrës, që është më e hapur se zakonisht dhe qoftë kjo mund të nxjerrë për shembull dhimbje të pa përpunuara më parë në sipërfaqe dhe ju mund të ndjeni të trishtuar shumë gjatë kësaj periudhe, sepse është si të thuash po hapni një çantë dhe që aty po dalin çfarë ka qenë që ju nuk e dini që ishte. Dhe kjo ju ndihmon shumë ky portal, pra kjo dritare, që ju të mund të shëroni zemrën tuaj nga dhimbjet të kaluarës. Por nga ana tjetër, mund t'ju ndihmoj shumë edhe që ju të jeni të hapur ndaj fillimeve të reja, ndaj marrëdhënieve të reja, qoftë kjo romantike apo platonik. Intuita juaj do të jetë shumë e amplifikuar në këtë ditë, sepse mund ta mendoni sikur jo vetëm zemra juaj po aktivizohet, dhe zemra juaj është një mënyrë shumë e mirë se si ju mund të komunikoni
ndoshta edhe telepatikisht, por edhe mund të komunikoni me ëngjëjt tuaj apo me guidat tuaja, apo thjesht të jeni më të hapur ndaj mesazheve, ndaj intuitës suaj, ndaj këtyre impulseve që ju vinë së brendshmi dhe që ju ta keni shumë të qartë çfarë të bëni. Dhe nëse nuk e keni, tani më do ta keni. Dhe shumë bukur ju mund të zbuloni dhe për shembull pasionin tuaj dhe mund të lindë një ide e re që ju mund të bëni, mund të lindë një pasion i ri, një talent i ri, apo thjesht një ide e re se si ju mund të zhvilloheni, për shembull, se si ju mund të rriteni edhe më shumë, sepse ne jemi qenie që ndryshojmë, evoluojmë vazhdimisht, nuk duhet të qëndrojmë në vend numëro. Kjo është vërtet shumë diçka që është si të thuash vazhdimisht ju do të plakeni në këtë mënyrë, por nëse ju vazhdoni dhe gjeni gjëra të bukura çdo ditë, si fëmijët e vegjël, gjeni talente të reja gjithkohës dhe, domethënë, në vazhdimsi dhe provoni gjithçka nga këto impulse që ju vinë së brendshmi, kjo bën që mendja juaj, zemra juaj dhe ju vetë të qëndroni të rinj dhe të vazhdoni të rinoheni. Por ta lidhet shumë edhe me pjesën e syrit të tretë që ne kemi folur dhe të çakrës së kurorës, pra jo vetëm çakra e zemrës, por edhe këto çakrat e tjera. Dhe sigurisht që nuk duhet lënë pa përmendur dhe çakra e fytit, që lidhet me pjesën e komunikimit, komunikim me zemër, që ne thamë lidhje me lutjen, komunikim me njëri tjetrin, që ne thamë që do të lidhemi së bashku, komunikim me guidat tuaja që lidhet edhe me pjesën e çakrave të sipërme, të syrit të tretë dhe të kurorës. Duke kaluar tani tek ritualet, janë vërtet shumë interesante. Për këtë ju thjesht do t'ju duhet njëri prej këtyre qirinjve, nëse juve preferoni të punoni me qirinj, ndoshta edhe të katërt, pra mund të merrni një ngjyrë të bardhë, një ngjyrë gold, një ngjyrë jeshile dhe një ngjyrë të kuqe, ose njërin prej tyre në varësi të energjive që juve ju nevojiten. Qiririn e bardhë, ju mund ta ndizni dhe të thoni lutjen tuaj apo thjesht afirmime të ndryshme në lidhje me qartësinë, pra unë jam i e hapur ndaj qartësisë, jam e hapur të shoh qartë, po e them e hapur që mos ta them i e vazhdimisht dhe ju mund ta përktheni sipas vetë rolit tuaj, gjendjes suaj. Unë jam e hapur ndaj qartësisë, të shoh qartë rrugën time, të shoh qartë rrugën që duhet të ndjek dhe që unë jam këtu për të ndjekur. Gjithashtu jam e hapur ndaj qartësisë në lidhje me lidhje të ndryshme në jetën time, në lidhje me të vërtetën, për gjithçka që unë duhet të di. Ftoj mbrojtje, qartësi dhe bardhësi dhe sinqeritet dhe besnikëri në lidhjet e mia, por edhe në realitetin tim në çfarëdo lloj fushe. E të tjerë, dhe kjo mund të vazhdoj, sepse ngjyra e bardhë lidhet me pjesën e pastërtisë, me pjesën e sinqeritetit, me pjesën e është një vibrim i lartë dhe lidhet me pjesën e komunikimit të qartë, që ju të shihni qartë, pra lidhet me këto çakrat e sipërme të syrit të tretë dhe të çakrës së kurorës, që ndoshta të keni një komunikim të qartë dhe të jeni të udhëzuar në rrugën tuaj. Ndërkohë që ngjyra gold lidhet shumë bukur me pjesën e edhe kjo lidhet me pjesën e Krishtit, si të thuash, por nga ana tjetër lidhet me pjesën e mirëqenies, ndoshta prosperitetit, mund ta lidhni me pjesën e goldit, dhe ju mund të thoni afirmime që jeni të hapur ndaj mirëqenies, prosperitetit në të gjitha nivelet, qoftë në pjesën e shëndetit, në pjesën e financave, në pjesën e marrëdhënieve të ndryshme, të dashurisë, të përmbushjes shpirtërore, apo thjesht mund të lidhet me mirëqenie që këto kode shëruese që po vinë ju mund t'ju shërojnë trupin tuaj, sepse harrova të përmend këtë që në fakt vinë në këto ditë dhe në gjatë këtij portali do të vinë kode shëruese për ju. Për gjithë ju që vuani nga një sëmundje X për shembull. Do të vinë këto kode dhe e bukura është që këto kode do të shkojnë aty ku nevojitet. Ju mjafton thjesht jeni të hapur dhe të keni synimin dhe qëllimin e pastër që doni të shëroheni për shembull nga X gjë. Dhe këto kode do të bëjmë mrekullinë e tyre që do të shërojnë, pra kode në kuptimin e energjisë, energji shëruese. Dhe do të bëjmë punën e saj, mrekullinë e saj që t'ju shëroj ju. Nga ana tjetër, nëse ju keni për shembull zemra juaj dhënë nga dhimbjet e së kaluarës, ju do të mund të shëroheni dhe për këtë dhe t'jeni më të hapur ndaj njohjeve të reja, marrëdhënieve të reja, eksperiencave të reja, por edhe që të jetë më lehtë për ju që të falni gjatë kësaj periudhe. Do të jetë super e lehtë, nuk do ta mendoni fare, nuk do të jetë fare e vështirë që të falni një situatë, person apo çfarëdo qoftë të së kaluarës.
Dhe kjo në vetvete është çrimi i zemrës suaj. Falja bën mrekullira. Në lidhje me qeririn jeshil, edhe jeshilja lidhet pra me pjesën e mirëshqenies, prosperitetit, edhe me pjesën e, për shembull, të gjeni lidhje që janë zemër më zemër, janë të sinqerta dhe që ju vërtet të keni një lidhje qoftë në marrëdhënie miqësore, qoftë në marrëdhënie romantike, që ju të keni një lidhje që aq sa ofroni, aq të merrni. Pra, aty si të thuash, ju të ofroni më shumë se sa të merrni. Dhe të jetë një lidhje e sinqertë, një lidhje jetë gjatë, një lidhje e shëndetshme, por kjo mund lidhet sigurisht me shëndetin tuaj, por lidhet me këtë pjesën e çakrës së zemrës, pra ngjyra jeshile. Jo vetëm kjo, por mund të lidhet edhe mund të lidhet edhe një qeri për shembull roz me çakrën e zemrës, por është një çakra e zemrës më të lartësuar. Nga ana tjetër ngjyra e kuqe, pra një qeri me ngjyrë të kuqe, lidhet shumë me pasionin tuaj. Qoftë kjo pasion në marrëdhënie, por pasion edhe për jetën, pasion për karrierën tuaj, pasion për punën tuaj, një pasion specifik që ju keni, dhe ju mund të thoni që jeni të hapur që pasioni juaj të rindizet dhe ju të jeni më të entuziazmuar për jetën dhe ta filloni këtë 2026-ën me një pasion dhe entuziazëm për një fillim të ri, apo ndoshta për avancim në fushën ku ju jeni. Dhe rituali i fundit që ne e cekëm pak në fakt lidhet me pjesën që të lejoni këto kode shëruese, pra thjesht të mund të qoftë edhe gjatë ndesjes së këtij qeriri të performoni këtë ritual, apo qoftë nëse nuk i bëni fare pjesën e qeririt nuk ka problem, sepse këto afirmime mund t'i thoni, por edhe mund t'i shkruani, ama ajo që unë ndjeva më shumë e udhëzuar ishte që t'i thoni, duke qenë se lidhet me çakrën e fytit, mund t'i flisni, qoftë edhe me veten tuaj, por edhe t'i flisni do t'ishte akoma më mirë që ju dhe ta dëgjoni zërin tuaj dhe ta besoni. Rituali lidhet me pjesën që ju të lejoni këto kode, këto energji që të vinë drejt jush, dhe nëse ju e keni të vështirë t'i vizualizoni, mund të bëni një dush me synim dhe të mendoni që ky ujë ti mendoni si këto kode shëruese dhe të mbyllni sytë dhe të vizualizoni që është gold për shembull, i bardhë, dhe të mendoni që po shkojnë këto kode shëruese kudo ku ju keni nevojë. Qoftë kjo në secilën prej çakrave që ju keni nevojë, qoftë kjo nëse keni dhimbje të ndryshme në tru, probleme shëndetësore, që ato të zgjidhen dhe ju të shëroheni. Kjo do të ishte perfekta dhe idealja nëse ju e bëni një dush për shembull përpara gjumit, punoni me këto afirmime apo me qeririn përpara se ju të shkoni në shtrat apo gjatë pasdites, kur ju mund të keni kohë, por gjatë natës së Krishtlindjeve. Dhe të punoni me të gjitha këto energji dhe qoftë edhe të bëni mirë për të tjerët, do t'ju kthehet e multiplikuar kjo gjë. Kjo ishte ajo që ka mundur të blend gjatë meditimit tim, që u ndjeva shumë e udhëzuar ta bëj, në lidhje me natën e Krishtlindjeve. Gjithashtu, tani po ndjem e udhëzuar të them që mund të pini çaj mente apo çaj kamomili. Kamomili në lidhje me dhimbjet e ndryshme që mund të keni dhe të vizualizoni apo të mendoni dhe të falenderoni që kamomili po ju shëron për x gjë që ju keni, qoftë kjo për dhimbjen e kokës, qoftë kjo për dhimbjen e stomakut, qoftë kjo për probleme shëndetësore që mund të keni, dhe të mendoni dhe të falenderoni që kamomili po ju ndihmon. Ndërsa mentja lidhet me pjesën e energjisë së freskët dhe që ju jeni të hapur ndaj fillimeve të reja. Keni marrë konfidencën tuaj me kamomilin, jeni shëruar dhe tani më ju jeni të hapur ndaj fillimeve të reja, ndaj prosperitetit, ndaj mirëqenies që është në dispozicion për ju. Dhe ju mund t'i pini të dyja sigurisht, në fillim kamomilin dhe më pas menten. Kjo ishte ajo që unë doja të ndaja me ju në lidhje me natën e Krishtlindjeve. Pas kësaj do të postoj videoa në lidhje me ditën e Krishtlindjeve, se çfarë ritualesh ka mundur të mbledh edhe për këtë ditë, që në fakt ishin ndërlidhen shumë bukur, por është një energji komplet ndryshe si dita me natën, më të themi. Shumë faleminderit, shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer, do doja të njihja sigurisht opinionin tuaj. A i keni ndjerë këto energji, entuziazmin, dashurinë, ndjesit të ndryshme në çakrën e zemrës, apo nëse cilën prej çakrave të sipërme, nëse jeni në një rrugtim shpirtëror. Por edhe nëse nuk jeni, jam e bindur që ju i ndjeni këto energji, edhe pse ndoshta nuk i vendosin dot emrin se çfarë janë. Shpresoj që kjo video t'ju ke ndihmuar, shpresoj të kaloni sa më bukur për Krishtlindje dhe ta shijoni këtë periudhë. Dhe për një moment të vetëm t'i lejoni të gjitha shqetësimet tuaja të largohen dhe të fokusoheni këtu dhe tani në gjërat e bukura që keni,
tek familja juaj, tek lidhjet e bukura që keni, tek ky moment i bukur që ta shijojmë të gjithë së bashku, sepse kjo është esenca e jetës, si esenca e çdo lloj feje, që ne të përjetojmë këtë lloj dashurie, mirëqenie, prosperiteti dhe përmbushje shpirtërore sigurisht. Faleminderit, që jemi në video tjetër, mirupafshim.